është aeroplani i cili prej 41 vjetësh operon vetëm në tokë. Fati i aeroplanit të tipit MiG ushtarak ishte se tashmë 4 dekada është shndruar në veturë, por me disa modifikime të pamjes. Pronari i aeroplanit i cili është modifikuar dhe është bërë veturë ishte Agim Spahiu, por tashti është besniku nga Globari i Drenasit. Kjo veturë punon me benzinë. Besniku për më tepër tregon edhe historinë e veturës së tij e kaluara e të cilit është se ishte një aeroplan. Te krijimi i këtij kere ka ardhur ideja prej aeroplanit ushtarak Kosmaru, MiG, mini aeroplani i luftës 2 botërore. Është punuar me një kazermë ushtarake në kohën e Jugosllavisë në 70-të vitet, në vitet e 70-të. Është punuar për Monster. Mundin me qëtë ashtu, se nuk është dita po dhez, apo hec, apo punon, mirë po fatmirësisht ka punu. Gjithse kanë qenë 2 veturat punume, njëna tani nuk është e vetënja kjo. E vetënja arsye ka qenë që të modifikohet diçka, të bëhet diçka prej aeroplanit në kerë, bëhet diçka prej atij që ka fluturuar në ajër të hecë për tokë. Edhe duket si aeroplan, sërish një. Pronari parë që ka punu ka qenë Agim Spahiu, burri i tezës sime, deri në shtator të vitit 2011 ka qenë durët e atij. Pastaj jam interesuar dhe kom importu prej atij vendi e kom importu te unë. Murina tregon se disa pjesë janë huazuar nga veturat e tjera në mënyrë që të kompletohen nga brenda, ndërsa karroceria e veturës është e gjithën nga aeroplani i vjetër ushtarak MiG. Po shihen janë këto pjesë. Valloni është i Golfit, Volkswagenit. Është i modifikuar tek me kokën komplet. Është instrumentalla maska e Mercedesave vjetër, V6 që kanë qenë atëherë. Interierin brenda e ka të Volkswagen bubes, ka rika tuset, ka hapësirë mjaftueshme. 2 të rritun e zënë para, kurse 3 fëmijë e zënë mrapa, ose mundet me zonë edhe 2 të rritun mrapa e 1 fëmijë. Por është planifikuar që për një familje, 5 anëtarë, 3 fëmijë dhe 2 të rritun para që ti punon. Është modifikuar xhami por është modifikuar te ky. Është marrë për aeroplanit të madh, është modifikuar shqitë aeroplanet e kjerë këto të kjerë i vogël. Janë modifikuar dyert, ju kanë hap dyert, ju ka hap hapësina se nuk i ka pas dyert kështu. Ju ka hap hapësina prej muçel, natë me bë 2 dyert, që me pas hapësinë mjaftueshme me u fut brenda. Kjo është pjesa e mbrapme ku është montuar edhe motori, që shihet mirë ku është montuar motori. E ka një hapësinë jo shumë të madhe që të punohet motor, mirë po qysh prej atëherë kur është montuar motori, më nuk është lëviz prej këtij vendi. Është montuar kështu edhe ka mbet kështu. Është motori Volkswagen bubes, 1200 kubik, 42 kuaj fuqi. Për karoserinë që ka hecen mirë. Është i lehtë, punon mirë, është ekonomik, shpenzimet i ka minimale. Ndër eksperiencat e tij të çuditshme me veturën ish aeroplan, besniku postjera shpërmend edhe atë se policia shpeshherë e ndal, por jo se ai bën ndonjë shkelje ligji në trafik, por sepse edhe policët në detyrë habiten për formën e tij.
është shumë interesant. Kur e kam pa njerëzit në rrugë, ka është shumë interesant. Më ka nol policia, më ka nol njësia speciale dhe kom mendu se dojnë me ma konfisku se diçka tjetër, diçka e tillë. Mirë po arsye aty ne ka qenë me ditë çfarë kërri është. Kurreshtja. Mas ne kanë dalë, kanë bë foto. Gjithashtu më ka nol edhe policia e trafikut në qytetin tonë Drenas. Edhe ata kurreshtja me ditë çfarë kërri është, me ditë prej çka u punu. Më ka nol populli në Drenas. Në zonë sa populli nuk më kanë lënë me ecë edhe kanë bë foto me to për rreth 15 minuta. Krejt në fund, Besnik Murina ka thënë se me gjithë kërkesat e shumta që ka për shitjen e kësaj veture të modifikuar nga aeroplani, nuk do ta shes atë. Ai shton se është duke planifikuar që në të ardhmen ta zbukurojë edhe më shumë këtë veturë, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë.